Okay, this is our second exchange and second time being here in Elbasan and Zurich. This is Ryko's project named Sport for Development. And our exchange is named United Through Sport. So we all know that the sport unites nations, unite people, unite two countries, and we are happy being here once again. Our first exchange were based on është hera jone e dytë që ne kemi këtë exchange midis dy qyteteve, midis dy shteteve Shqipëri dhe Serbi, qyteti i Cerikut dhe qyteti i Sjenicës. Është exchange i ditë midis dy shkollave. Për ne është një kënaqësi e madhe të bëhemi përsëri bashkë. Është një projekt i mundësuar nga Rajko për të rinjt në kuadër të sporteve. Sportet në fakt bëjmë bashkë njerëzit, bëjmë bashkë të rinjt, bëjmë bashkë komunitete dhe vende të ndryshme. See the atmosphere beside us. Our students clicked on the first. Yes. So they are so united. They enjoy together. We have some sports match, volleyball match, and beside them the girls are waiting and they are playing music. They are dancing together. So they really enjoy. We are so happy to be here. Si që shikoni dhe atmosfera nga pas, të rinjt janë duke shijuar shumë ndeshjen, gjithashtu ato përshtaten shumë mirë me njëri tjetrin që në fillim. Vajzat janë duke ndjekur ndeshjen, ndjem duke luajtur. Dua të them dhe diçka për sa i përket titullit të projektit, që United Through Sports, ne jemi të bashkuar nëpërmjet sportit. Our exchange is called United Through Sports, and I really love the fact that I'm part of this exchange. It was my first time to be here in Albania. I really love Albania. We visited Zurich and Elbasan. They are beautiful cities. I met new friends, new people, and I hope that our friendship will last. And I'm looking forward to meeting them in our country. Alini është një ndër nxënësit e këtij projekti të mrekullueshëm që ne po zhvillojmë ndërmjet dy shkollave, të shkollës sonë të Cerrikut dhe Sjenicës. Alini tha se është hera e parë e tij që vjen viziton në Shqipëri. Ai është pjesë e exchange-it i cili është i quajtur të bashkuar nëpërmjet sportit. Ndihet shumë i lumtur që po viziton vendin tonë, ndihet shumë i lumtur edhe me studentët tanë, pra ka arritur të krijojë marrëdhënie të mira miqësore dhe mezi po pret që së shpejti ne të shkojmë t'i kthejmë vizitën. Jam shumë e lumtur dhe emocionuar të bëhem pjesë e një projekti të këtij natyre. Është hera ime e parë që marr pjesë në një exchange. Ky exchange quhet Bashkimi ndërmjet sportit, të bashkuar ndërmjet sporteve, ka të bëjë me shkollën tonë nga Cerriku dhe një shkollë nga Sjenica e Serbisë. Ne po kalojmë shumë momente të bukura. Këto exchange, këto përvoja na ndihmojnë shumë që të kemi eksperienca të reja, të shkëmbejmë ide tona dhe gjithashtu të krijojmë miqësi të reja. Tashmë ne kemi krijuar, kemi kaluar shumë momente të bukura, atmosfera ka qenë e mrekullueshme përgjatë këtyre ditëve dhe mezi presim dhe ne që të shkojmë të vizitojmë vendin e tyre dhe gjithmonë t'i ruajmë këto marrëdhënie të bukura që kemi krijuar.